edhe në praktikë kena shumë raste se fatkeqësisht vëllezërit sillen në këtë mënyrë. Momentin që e merr këtë pasunin nuk ke çka lyp të shtëpia jonë ose të shtëpia e babës. Kështu që sepse mendojnë se pse më ia dhon rreth këtë pjesë pasurisë. Po s'është dhënë. Po s'është dhënë, domethënë ekskluzivisht. Sado pasuri që trashëgon vajza është pasuri ekskluzive dhe veçante vajzave. Nuk përzihet, apo nuk ka hiset pastaj burri sajna në atë pasuri të cilat ja ka dhuruar prind apo e ka trashëguar. Domethënë dhënë është në dom ka kjo pasuri. A kemi probleme të tilla janë të përditshme, por nganjëherë kemi edhe në fund kur motrat hikin dorë nga pasuria, ndërsa vëllezërit tani ndryshojnë qasje me motrat, sepse tani e kanë marrë pasurinë, tash motrat kërkojnë ta kthejnë atë pasuri, atë trashëgimi që vet kanë hikë dorë. Kështu që i bin pishman pse ja kanë dhënë vllaut, po për shkak se vllau ka ndryshuar qasje, tash nuk na pranon sikur na ka pranuar më herët. Andaj kisha thonë që do të kenë kujdes para se të nënshkruajnë. A ka pishman pasi ta nënshkruajmë ajo? Jo, është problem tani të merret pasi sepse vet hik dorë. Pastaj tani të heqja dorë, heq dorë për komplet edhe fëmijën e sajna. Edhe fëmijën e sajna, ose veç nëse thot heki dorë vetëm për veten tëm, se ligji e një, nëse hek dorë vetëm për veten tëm, por jo për fëmijën. Po zakonisht po them ndodh kur hek dorë në raport me, domethënë me të drejtë për mia dhënë atë pronë vllaut. Po vllau e merr me të mirë derisa t'ja merr pronën, në momentin që t'ja merr pronën, tani ndryshon qasje. Jo në gjitha rastet na jem të fol për ndoshta një shumicë dërmuese, të cilën ndodh kështu, ndryshon raportet mes vllaut dhe motrës, e atëherë motra don ta kthen atë pasuri të cilat e ka trashëguar, sepse thet s'po kemu ku shkojmë apo jo nuk kthehet. S'po kem ku shkojmë, jena të butë motra, domethënë në shtëpinë e babës, ku e ka lau baba shtëpinë dhe tashmë nuk pa kanë qef me na parë, janë ftofur raportet, apo mos themi edhe na kanë përzon prej asaj pjesës për shkak se motrat kanë hekur dorë nga pasuria e prindit. Ju çka këshilloni në këtë rast motrat? Unë i këshilloj secila motër mos të hiq dorë nga e tërë pasuria. Ndoshta nëse dojnë me bë mirë vllaut, unë i kisha thënë se pasuria i takon spari në çdo pjesë të barabartë secilit fëmijë, por nëse hiq dorë, mund të hiq dorë ndoshta një pjesë të pasurisë që do m'ia la vllaut më shumë, por mos hiqin dorë, të lënë edhe ato në shtëpitë të tyre apo në vend të tyre ku mund të takohen motrat, e pengojnë vllaun apo nuk e pengojnë, e kanë pjesën e tyre, kështu që në asnjë formë nuk kisha thonë që me hiq dorë nga pasuria e tyre që kanë të drejtë në trashëgimi.